Sot ndodh diçka e pazakon. 3 shenja marrin shenjën hyjnore. Energjitë e kësaj të martë janë jashtëzakonisht të forta dhe sjellin një lëvizje që nuk ndodh shpesh. Sot universi hap një kanal të pastër mesazhi, një shenjë hyjnore që arrin vetëm te ata që janë gati për të dëgjuar. Disa prej jush do të ndjejnë një dridhje të brendshme, një parandjenjë, një thirrje që nuk mund ta injorojnë. Mund të jetë një takim, një mesazh, një ëndër, një fjalë, një ndjesi, por është sinjal. Nëse energjitë e sotme të duken më të rënda, më të çuditshme ose më të ndjeshme, atëherë universi po të flet. Dhe për 3 shenja. Mesazhi është i qartë dhe i fuqishëm. Dashi. Sot universi të vendos në një pozicion ku gjithçka që ke shtyr, shmangur ose neglizhuar del papritur përpara teje. Energjitë e kësaj dite të kërkojnë guxim, jo nxitim, qartësi, jo kokfortësi. Mund të marrësh një shenjë shumë të fortë, një bisedë, një mesazh, një situatë që të detyron të ndryshosh rrugën, planin ose mënyrën si e sheh një njeri. Në punë, dikush mund të surprizojë duke të ofruar një mundësi ose duke të vlerësuar për diçka që nuk e prisje. Në dashuri, intensiteti rritet, ose afroheni më shumë, ose distanca bëhet e qartë. Beqarët mund të kenë një takim që duket rastësi, por nuk është. Financat janë në pikë kritike, mos shpenzo asgjë të nxituar. Shpirti yt është në prag të një zgjimi të ri, dhe universi sot të thotë: lëviz me guxim, por me mend. Peshorja. Energjitë e ditës së sotme prekin thellë balancën tënde të brendshme. Mund të zgjohesh me një ndjesi të pazakon, sikur diçka po ndryshon, por nuk di saktësisht çfarë. Në punë, një situatë që ka qenë e paqartë për javë të tëra fillon të marrë drejtim, por jo pa testuar durimin tënd. Mund të marrësh një sinjal të fortë që të thotë të vendosësh kufi, të thuash jo, ose të mos sakrifikosh më veten për të ruajtur paqen. Në dashuri, mund të lindë një bisedë që çon drejt qartësisë ose drejt një të vërtete që nuk e prisje. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që sjell qetësi, por edhe thellësi. Financat janë të ekuilibruara, por mos ndërhyj në çështje të tjerëve. Universi sot të jep një shenjë të qartë. Mos e prish harmoninë tënde për askënd. Peshqit. Sot drita hyjnore prek fort ndjeshmërinë dhe intuitën tënde. Mund të marrësh një shenjë në mënyrë shumë të qartë. Një ëndër, një simbol, një fjalë që të prek, një ndjesi që nuk e injoron dot. Në punë, një moment i vogël sjell një të vërtetë të madhe, ndoshta dikush tregon fytyrën e vërtetë, ose një mundësi e re shfaqet me butësi, por me forcë. Në dashuri, emocionet janë më të thella se zakonisht. Një bisedë e sinqertë hap një plagë të vjetër ose sjell shërim të shpejtë. Beqarët tërheqin energji të buta, shpirtërore. Financat kërkojnë qetësi dhe zero nxitim. Sot universi të vendos në një rrugë ku shpirti flet më shumë se logjika. Shenja jote hyjnore është e fortë. Dëgjoja atë që të dridh shpirtin, aty është e vërteta. Nëse je një nga shenjat që morën mesazhin hyjnor të kësaj dite, mos e injoro. Shkruaj në komente. E pranoj shenjën e sotme dhe lejoje energjinë të aktivizohet. Mos harro të bësh like, të abonohesh në zërin e universit dhe ta shpërndash këtë video që mesazhi të arrijë te ata që kanë nevojë. Universi sot po flet qartë.